Maturantët e gjimnazit 25 Maj në Tuz, të cilët I takojnë gjeneratës së vitit 1989, shënuan 30 vjetor në maturës në restorantin Troja, ku një numër I konsiderueshëm I tyre ishte prezent në këtë mbrëmje të veçantë për të rikujtuar me njëri tjetrin momentet më të bukura që ata kaluan së bashku gjatë viteve kur ata ishin gjimnazist, si dhe shkëmbyen përvojat e tyre profesionale dhe familjare. Nga ata mësuam se më shumë emocione dhe dëshirë të madhe e prisnin ditën e takimit, duke qenë se ky takim sjell tek ata momente jashtëzakonisht të bukura, për të cilat nuk ekzistojnë fjalë për t'i përshkruar. Në këtë darkë të veçantë kishte edhe nga ata që kishin ardhur enkas nga diaspora për të qenë prezent në 30 vjetorën e maturës. Në mesin e të pranishëmve të kësaj gjenerate ishte dhe drejtori tyre në atë kohë, Muso Pepić, si dhe dy kujdestarët, Gjon Dreshe dhe Aisha Gjokaj. Në emër të kësaj gjenerate të gjithë të pranishëmve ju drejtua Senat Gila. Të nderuar zonja e zotrinj, shok e shoqe të bankës, klasës dhe shkollës, gjeneratë nderuar dhe e paharuar, sonte jemi bashkuar këtu të kalojmë disa orë së bashku, jo orë mësimi, por orë kujtimi dhe rikujtimi të asaj periudhe jete, që të kujton shoqërinë e çiltërt me plot ambicie e shpresa për të ardhmen, sot që jemi mbledhur këtu të shfletojmë kujtimet e ditëve më të bukura dhe të paharruara të bankave shkollore. Sonte të kthyer 30 vite pas, të flasim me gjuhën e atjeshme, gjuhën e të rinjve dhe të rejave, plot ëndra dhe dëshira të pafundshme, me shpresë se pjesa më e madhe e tyre janë realizuar. Të flasësh për vite që kaluan aq shpejt, sigurisht që nuk është e lehtë, por edhe shumë emocionuese, sepse ka kohë që nuk kemi takuar, dikur ishim dje me vajza me plot vrull e energji dhe pa përgjegjësi të mëdha, kurse sot familjar e besa edhe me disa fije borë në kokë, të cilat tregojnë vitet, sado që ne mundohemi të fshehim pra njerëz në moshën e mesme, siç e quajnë, me punë, familje, obligime, suksese dhe me siguri të arritura të shumta për këto 30 vite të rrugtimi, por një gjë është e sigurt, kujtimet e përbashkëta vazhdojnë të jetojnë në secilin prej nesh dhe pikrisht kjo na ka tërhequr të jemi sonte këtu bashkë, sikur në pushimin e gjatë mes oreve mësimore ose me mirë të them, mes obligimeve të përditshme me të cilat jetuam çdo ditë. Jam shumë I lumtur që jemi sonte këtu me pa durim të takojmë njëri tjetrin, ku disa nga ju kanë kaluar dhe rrugë të largëta nga vende të ndryshme të botës së emergjimit për të shënuar sonte bashkarisht 30 vjetojnë e maturës. I shpëtuam dukurive të shumta të kohës, por ajo që nuk e kurseu as gjeneratën tonë ishte vala e emergjimit, e që na shpërndau anë mban botës, ku bartëm me vete kujtimet më të bukura nga vendlindja, në mesin e të cilave me siguri edhe ato nga bankat shkollore. Na kanë ndarë rrugët e fatit, por na bashkojnë kujtimet dhe dashuria e pafund për këtë vend ku filluam shkollimin deri në vitin e maturës që e përkujtojmë sot. Tani, një përshëndetje të veçantë kam për mësjellenësit e pranishëm të asaj kohë, për kujdestarët e klasave të gjeneratës sonë, Gjon Dreshaj e Aisha Gjokaj, por edhe ish drejtorin e shkollës në kohën e shkollimit tonë, Musa Pepić, e po ashtu me nderim dhe pietet të thellë edhe për ata që mungojnë, për fat të keq të ndarë nga jeta Vukica Rakonjac. Njëkohësisht me duhet këtu të falenderoj edhe Osman Kajoshaj e Luiq Dedvukaj, të cilët na përgatitën një video që do ta prezantojmë më vonë, dhe në fund, por jo më pak më rëndësi, televizionin Bojin, I cili përcjell këtë mbrëmje. Të pranishëmve me shumë dashamirësi ju drejtua dhe shoku I tyre, Anton Vukpalaj. 30 vjet kanë kalu prej kohës kur kem festuar maturën, 30 vjet që jeta na ka nda prej njëri tjetrit, po kjo është një moment I rëndësishëm për ne gjithëve, me përkujtu se një moment saktum kem qenë gjithë pjesë e jetës njëri tjetrit. Edhe sot faktikisht është një kujtesë e rëndësishme për ne gjithëve, kështu që du mu falenderuar gjithëve që jeni këtu, po edhe profesorët tonë, që I përshëndetje edhe Senati, dhe organizatorin, Senatin, edhe Markun që janë këtu pranë meje. 30 vjet është një kohë e gjatë, por që secili prej nesh ka përjetuar momentet këndshme, po edhe momentet jo gjithmonë të mira. Besoj që sonda është një moment I veçantë për me përkujtu vetëm ato që I kanë qenë të mirat, mos të kthehemi aty që nuk kanë qenë të mira.
Kështu që po përfitoj edhe prej rastit shkurtimisht më falenderoj gjithëve, edhe dëshiroj mbrëmje të këndshme gjithëve. Faleminderit. Nuk munguan as fjalët e kujdestarit Gjon Dreshaj, i cili shprehu mirënjohje të tija mbi organizatorët, duke ju dëshiruar të gjithëve gjitha të mirat në jetën e tyre. Mirëmbrëma të nderuar nxënës, mirëmbrëma të nderuar tashmë profesor, mirëmbrëma të nderuar gazetare, nënpunës, biznismen, nana, e nuk e di ma çfarë. S'keni mri për këto 30 vjet që kaluan, që të arrini gjatë kësaj jetë, gjatë kësaj periudhë të jetës. Është vërtet se 30 vjet nuk janë pak, edhe njeri, siç tha edhe ish nxënësi ynë, njeri përjeton edhe të mira dhe të këqija. Unë uroj që pjesën tjetër të jetës, bashkë me antarët e familjes, bashkë me gjithë ata që i keni më të afërt, më të dashtun, të kaloni ashtu si doni ju, dhe ashtu si është mas mirit, edhe për ju, por edhe për bashkësinë, për rrethin, për shoqërinë ku jetoni. Falenderoj edhe unë ish profesorin tim që ashtu prezent Musa Pepen, kolegun, tashmë bashkë puna i pensionist. Kështu që u falenderoj për zemërsisht për këtë surprizë të bukur që na keni bërë, ne si mësues, si mllenës në atë kohë. Dhe së mbetet që të vështu falenderoj sinqerisht. Uroj rrugë të mbarë të pjesës tjetër të jetës me krejt familje, me gjithë dashur që i keni. Kanë kaluar shumë vite, por ja që shoqëria nuk harrohet dhe një shembull i mirë janë pikërisht edhe maturantët të kësaj gjenerate, të cilëve neve ju dëshirojmë edhe shumë vite jetë dhe natyrisht një takim i tillë të organizohet edhe në të ardhmen. Mirëmbrëma.
maturante. Ripeti në zemër kjo natë inshallah.